Dhe për dyshim të ishte kartoni i kuq i cili nuk i dha Mesit, pra mendoj se VAR-i në këtë rast gaboi për disa arsye, sepse kur bëhet fjalë për një karton kuq kemi parasysh tre komponent që janë a e ka lojtari në zotrim topin apo jo, apo godet lojtari, le të themi pjesë rrezikshme si është taka, lojtarin kundërshtar mbi kavilje, kështu që ideja është që arbitri do ta kishte ndëshkuar me karton kuq, pavarësisht se ai është një superstar, sepse nëse nuk e bën këtë gjë atëherë humbasin, le të themi, pritshmëritë për VAR-in, humbet besimi që VAR-i deri diku e ka krijuar, kështu që arbitri kryesor ja lë pak në kompetencë, le të themi, VAR-it, por keni parasysh që të jesh në VAR të gjykosh një lojtar si Messi në një botror ku, le të themi, ndeshja e parë nuk është aq e kollajt, në këtë rast ai e goditi në pulp, dhe a ka dinamik faulli. Mendoj se nga të gjithë aspektet vetëm dinamika nuk qëndroi tek Messi dhe çdo gjë tjetër mendoj se ishte